Festë të dyfisht kishte sot në shkollën fillore Ismail Qemali në Gostivar, ku shënua 28 nëntori i flamurit si dhe dita e patronatit të shkollës. Gjatë fjalimit për shëndetës para të pranishmeve, drejtori i shkollës Ilmi Gashi u ndal tek disa momente kyçe të historisë tonë kombëtare që lidhen me zhvillimet e nëntorit ndër vite, por edhe me figurën e lartë kombëtare të Ismail Qemalit, emrin e të cilit kjo shkollë e mban me dinjitet prej vitesh. Sot jemi mbledhur së bashku për të festuar një ditë më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare 28 nëntor. Ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, ditën e krenarisë sonë shqiptare. Në këtë datë, ne përulemi me respekt para atyre burrave e grave, që sakrifikuan gjithçka për lirinë e këtij kombi. Kujtojmë me nderim Ismail Qemalit dhe firmatarët e pavarësisë, të cilët me kuzim e vizion hapën një kapitull të ri për kombin shqiptar. Sot, emri i tij është një frymëzim për shkollën tonë, për punën tonë dhe për jetën tonë të përditshme. Programi që u prezantua para nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve ishte i larmishëm, por të gjitha pikat kishin në fokus momentet kyçe që shënuan historinë e shqiptarëve dhe sakrificën e paraardhësve që nuk kursyen asgjë nga vetja që ne sot të gëzojmë të drejtat themelore si popull. Nga çdo anë vjen së i burit, në ditën e flamurit, nga çdo anë vjen së i trimit në të ditën të bashkimit. Ja Kosova e trimërisë, lulja e bukur e Shqipërisë, më çoi Isa shpirt pilurit, më tha, të tëret flamurit. Krenaria e kombit ton, bulbur buqezi me gjak të larë, më 28 nëntor, 1443, të valoj në gruj, Trimi Skënderbej. Kujtojmë se atmosfera festive në për të gjitha vendbanimet shqiptare ka filluar nga 22 nëntori për të shënuar ditën e unifikimit të alfabetit shqip, duke vijuar me organizimet e larmishme në për të gjitha shkollat me rastin e 28 nëntorit të flamurit të shqiptarëve.